instrumentist profesionist nga 3 kultura të ndryshme përbashkohen në një rrugtim muzikor në Prishtinë. Në natën e 2 të festivalit Chopin Piano Fest, pianisti ukrainas Artem Jasinski, violoncelistja kroate Jelena Orčić dhe violinistja mirënjohur shqiptare Sihana Badivuko kanë sjellë rrëfimin unik muzikor. Programi me vepra kamertale ka qenë krejtësisht premier në Prishtinë. Koncerti të hënën mbrëma ka nisur me trio S-dur të Franz Schubertit për piano, violin dhe violonçel. Virtuoziteti është në kulm, sikurse edhe eleganca e lojës. Është vepër e ndjeshme, thellësisht emocionale, por ka edhe dinamikat me të cilat shpesh kulmon. Edhe trioja është pagëzuar si Schubert Trio. Pianisti Artem Jasinski ka thënë se koncertin e ka karakterizuar sharmi e humori në vepra e midis instrumentistëve. We have completely different pieces, and totally different character, but all of them really lively. So it's Patëm vepra të karaktereve komplet ndryshe midis tyre, por secila ka të ndjenjen e improvizimit për brenda. Mund të gjesh ide të ndryshme, duhet vetëm ta ndjesh dhe ta jetosh atë moment. Për mua ishte shumë kënaqësi të luajmë të tre së bashku, me të cilët në moment mund të ndryshojnë ide, ndjenja, tinguj dhe natyrisht për mua ishte kënaqësi të komunikoj me audiencën nëpërmjet këtyre veprave. Jasinski që edhe në edicionin e kaluar të Chopin Piano Fest, ku interpretoi në natën e hapjes me koncert recital. Violinistja Sihana Badivuko e ka konsideruar veprën e Schubertit si kryevepër të literaturës së muzikës kamertale. Këto vepra janë vepra premier, në më thonë, krejt këto edhe Schubert Trioja, një vepër kapitale që është masterpiece, dhe në kryevepër e literaturës kamertale, është shumë, që thënë, kafshat e madhe për një ansambël piano trio, edhe është interesant se edhe këto vepra tjera, do me thonë, janë premier, edhe ne me pianistin, do me thonë, është hera parë që dje jemi taku në provën e parë. Me violoncelistën kemi pas, me dini që edhe në Kamerfest, Kosova Kamerfest ka qenë mysafire, kemi interpretu në kvintet, por prova e parë ka qenë dje, edhe prova e dytë sot, edhe në paradite edhe që në koncert. Kështu që ajo është me rëndësia, ajo energjia në mes artistave, besoj që edhe publiku e ka ndje atë, që dhe me thonë, kur bashkohen 3 shpirtrat artistës, 3 profesionist, ani se nuk janë të një mendoj vendi e kështu me radhë. Muzika është aq universale edhe na ka bashkuar. Në pjesën e 2 të programit është interpretuar pjesa Dimri nga 4 stinët e Buenos Airesit të Astor Piazzollës. Violoncelistja kroate Jelena Orčić në përgjithësi e ka vlerësuar si kompleks programin. Kjo Schubert Trio që e luajtëm është një monument, kërkon shumë përqendrim dhe është goxha e gjatë. Do është e ishi përqendruar se çfarë po ndodh në violin, në piano dhe në lojën time si violonceliste. Gjithashtu, edhe kolegët e tjerë duhet ta bëjnë këtë. Në 2 veprat e tjera Piazzolla është gjithmonë Piazzolla, që të gjithë duan, ndërsa e treta nuk luhet shpesh. E zbuloi Sihana dhe ne u kënaqëm duke e luajtur. Ishte vepër e ngrohtë. Krejt në fund është interpretuar trio miniaturën e zviceranit Paul Jueon. Është sjellje plot me pjesët e Reverie, Humoresk, Elegie dhe Danse Fantastique. Koncerti i 3 i Chopin Piano Fest të mërkurën mbrëma ka sjell duo violin and piano me violinistin Benjamin Schmidt dhe pianistin Markus Schermer nga Austria.